49 pasagjer janë lënduar lec nga përmbysja një autobusi urban të linjës Shkup-Zelenikov. Aksidenti ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në rrethana ende të pasqaruara. Të lënduarit janë dërguar në 3 qendrat klinike të qytetit dhe pas intervenimit mjekësor, të gjithë janë lëshuar për trajtim shtëpiak përveç 2 udhëtarëve që kanë marrë lëndime më të mëdha trupore, por edhe janë në gjendje stabile. Rasti pohetohet nga Prokuroria dhe Ministria e Brendshme. Sot në orët e mëngjesit, konkretisht në orën 7 të në qendrën urgjente janë pranuar 14 pacientë të lënduar në aksidentin e komunikacionit me autobus, prej tyre 8 meshkuj dhe 6 femra. Pas diagnostifikimit të shpejt, do me thënë, është bë një organizim i miri të punësuarve në qendrën urgjente. Është ardhur në përfundim se të gjithë janë me lëndime të lehta trupore dhe pas dhënies së ndihmës adekuate mjekësore janë kthyer të gjithë në mjekim shtëpiak. Njëri ka qenë pak me lëndime më të rënta, me thyerje të ashtit të hundës me një lëndim në kokë të indeve të buta. Është bërë trajtim i pacientit dhe është udhëzuar që të lajmërohet në klinikën për hundë, vesh dhe fyt për trajtim të mëtutjeshëm, deklaroi Recep Selmani, drejtori i qendrës urgjente.